Pas denoncimeve, kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska ka filluar publikimin e dokumenteve për 150 ndërtesa të ndërtuara në mënyrë të egër, pa leje e të cilat sipas Arsovskës, kreu i komunës së Çajirit Visarganiu i ka legalizuar duke falsifikuar dokumente nga qyteti i Shkupit. Këtë këtu ne e kemi kapur nga viti i kaluar, ja kemi kthyer mbrapsht dhe i është thënë se sipas ligjit ky objekt nuk mund të legalizohet, ajo që ai e ka gënyer dikë nuk është problemi ynë. Kjo është me falsifikime e regjistruar në Agjencinë e Kadastrës. I kemi ftuar të gjitha institucionet kompetente. Nëse nuk ndërhyjnë për të dëshmuar këto punë kriminale dhe të arrestojnë, unë ua them se nuk ekziston shteti. Në teren, doli me ekipet e urbanizmit nga qyteti i Shkupit. Mosdash zoti do të na përsëritet Koçani, por kjo do të jetë tragjedi edhe më e madhe se ajo, sepse e shihni që objekti në fjalë është totalisht i pasigurt në të gjitha aspektet, nuk është provuar nga asnjë institut relevant. Kemi kabël të zhveshur që është lidhur në të zezë në fasadë të stiroporit, e dim se si digjet stiropori. E në ndërtesën të cilin e vizitoi sot Arsovska, kishin ardhur edhe ekipe që të njëjtës ndërtesë janë dalën edhe energjinë elektrike dhe jo vetëm. Nga aty Arsovska vazhdoi edhe në Agjencinë e Kadastrës, ku erdhi për të konfirmuar falsifikimin e dokumenteve nga ana e Ganiut. Në mungesë të drejtorit, aty u takua me persona zyrtar të tjerë. Objektet nuk janë ndërtuar në vitin 2011, po të fillosh të ndërtosh, sot do të vinë për ta prishur menjëherë, për të është e lejuar, heqtin dhe e lejojnë. Pse? Për atë s'ka drejtësi në vendin tonë ose duhet të ligji për të gjithë njëjtë të zbatohet ose për asnjërin. Për më tepër, ai ka falsifikuar dokumente. Këto janë të falsifikuara. Kryetaria Arsovska javë më parë denoncoi për ndërtime pa leje. Publikimi i dokumenteve pritet të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim.